Struga Trimlum me fitoren 5-0 kundër Makedonia Gjorgje Petrov në transfert në duelin e 1-8 të finales, ka siguruar kualifikim në qerek finale të Kupës së Maqedonisë, duke dëshmuar se rezultatet e shënuara në kampionat nuk janë të rastit. Autor të golave për struganët ishin Ivković, Arbi Vosha, Kompaore, Malevski dhe Stefan Jeftovski. Në qerek finale shkualifikuar edhe Shkëndija Haraçinës, e cila eliminoi Pelisterin duke e mundur me rezultatin 1-0 me golin e vetëm që realizoi Arsim Llamallari në pjesën e dytë të lojës. Bashkimi në Kumanov humbi nga Sileksi 1-2. Autori i golit për Bashkimin ishte Simonovski, ndërsa për Sileksin shënuan Dodev dhe Nikolić. Në ndeshjen tjetër që u zhvillua dje, Rabotnički kaloi më tej pas ekzekutimit të penaltive, eliminoi Bregalnicën. Ndeshja në kohën e rregullt përfundoi me barazim 1-1. Sot në stadiumin përballen Vardar Inovaci, ndërsa ndeshja Shkëndija Tikfeshi është caktuar për datë 19 nëntor me fillim në ora 13.